Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Jemi sot të kuptuar se sa rëndësishëm është të kujtojmë Allahun dhe të bëjmë dhikrin për të qenë fëmijë më të mirë. Le të dëgjojmë me kujdes shoqën tonë të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja është, çka është dhikri? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderim i takojmë Allahut për çdo mirësi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhammedit alayhis salam. Zikri do të thotë të përmendim Allahun me fjalët e bukura si Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Kur bëjmë dhikr, zemra jonë qetësohet dhe mbushet me dritë. Dhikri nuk ka nevojë për koha të veçanta. Mund ta bëjmë duke ecur, duke ulur apo dhe duke luajtur. Allahu i do shumë ata që e përmendin shpesh emrin e tij dhe një fëmijë i vogël që thot Subhanallah fiton sevapat e mëdha. Kur e përmendim Allahun, ai na mbron, na ndihmon dhe na jep qetësinë e zemër. Falemderojmë Zamsan Aishinur Musliovska për këta këshilla të bukura. Mirë pafshim në këshillën e radhës, Allah va pranoft agjërimin.